pa dyshim se sot e kanë të ftuar një profil, një karrierist të vërtet, nga që është edhe këshilltar diplomatik për çështje evropiane, ka një përvojë mbi 23 vjeçare në fushën e medias, ka qenë edhe aktivist i shoqërisë civile dhe gjithçka që ka mundur të kontribuojë. Një zë mjaft i fuqishëm edhe i shqiptarëve në botën perëndimore dhe jo vetëm, duke përfshirë po ashtu edhe shtetin e Kanadas dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, miq tan të përhershëm. Me mua sot në studio Donat Sylla. Përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit për këtë prezantim. Ndonë se nuk është i mjaftueshëm, sepse ka ende, por do t'i diskutojmë gjatë bisedës. Gradualisht gjatë bisedës, po. Më thuaj si je fillimisht, Donat. Mirë shumë, ditë e maj, ditë e bukur. Jemi me fat që jetojmë në një ndër regionet më të mira në botë, sepse nuk jemi, si të themi, shumë të vetëdijshëm se çfarë klime të jashtëzakonshme kemi, me 4 stinë, me verë, me pranverë, ju gjithë e kanë këtë luks, kështu që mirë shumë kur jem në Prishtinë. Po, thot dikush që e ka shëtitur më shumë se sa gjysmën e botës? A i bie kështu? Paka shumë kështu, këtë hemisferën veriore, sidomos. Po, si na gjeni një muaj e neve, shqiptarve në përgjithësi? Si ke parë për gjatë viteve? Them drejtën, pyetja është ndoshta mjaft e zgjerë dhe kërkon një përgjigje, po që me qenë sa ma konqez. Nëse marrim parasysh se si kanë qenë shqiptarët, si themi, para 25-30 vitesh, në përgjithësi, nëse flasim për shqiptarët si nacion, si këmbë, atëherë mjafton të vetëm të rikthejmë në kujtesën tonë si kemi qenë para 25 vitesh ne si shqiptar, 25-30 vitesh, jo vetëm në Kosovë por edhe në Shqipëri, në Maqedoni Veriut, në Malzi edhe në diasporë dhe gjithandej dhe besoj që këto 25 vitet, 30 vitet e fundit kanë qenë 30 vitet më të suksesshme të shqiptarëve në kuptimin e fuqizimit të pozicionit të tyre në rajon dhe në globë. Ndërkaq, domethënë gjatë rrugtimit tonë kemi pasur shumë ngecje, shumë hendikepe, të cilat uroj që me një pjekuri dhe maturi kryesisht politike do t'i kalojmë në të ardhmen. Sa i përket aspektit të punësimit, sepse më shumë këtë kisha për shkak se është dita ndërkombëtare e punëtorëve. A jemi si Kosovë duke shkuar drejt një të ardhme të mirë, themi, të premtuar, ku realisht çmohet punëtori, pavarësisht prej kësaj valës së madhe të imigrimit që na ka rrokur edhe që po e përjetojmë çdo ditë? Abuzime me punëtor ka pasur gjithandej në glob, ka pasur edhe në vendet më demokratike në botë, nëse shkohet pak më herët në gjatë historisë, mirë po rrethanat e caktuara, zhvillimet e caktuara, një farë e determinojnë edhe atë se si të ndërtohet raporti mes punëdhënësit dhe punëtorit. Në rastin tonë, pavarësisht se ne e shohim me shumë skepticizëm, liberalizimi i vizave për Kosovën është një indikator jashtëzakonisht i rëndësishëm i cili ka ndikuar në përmirësimin e marrëdhënieve të punëtorit me punëdhënësin për shkak të hapjes mundësive të shumta të cilët kanë klasa kushtimisht themi, se nuk është ndoshta termi adekuat t'i kthehemi klasa punëtore, po punëtorët domethënë kanë mundësi të jashtëzakonshme, sidomos tash kur kemi edhe një botë e cila është domethënë punohet nga zyra, nga puna, nga shtëpia, gjithandej, domethënë ti mund të punosh nga Prishtina për një kompani që kryen shërbime globale, sidomos në punën e shërbimeve. Atëherë, domethënë, kjo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që të rritet, si të themi, edhe mirë trajtimi i punëtorëve. Normalisht që ka shumë aspektet në të cilat çalojnë, mirë po konsideroj se trendi në përgjithësi është pozitiv. Donate, një jetë mes Kosovës dhe Kanadas. U bën vite kështu, këto lëvizjet e tua, Prishtinë, Toronto. Unë kam pas fatin që fillimisht gruaja ime Vlora është me nënshtëtësi kanadeze, fëmija e mi janë me nënshtëtësi kanadeze, pastaj kisha edhe një mundësi që të themeloj misionin e Kosovës në Kanada në Toronto dhe të gjitha këto, domethënë, ndërlidheshin, si të themi, dhe kisha shumë mundësi të udhëtimit. Edhe pas përfundimit të misionit, tash kam krijuar një rrjet të miqve dhe bashkëpunëtorëve atje, tash aktualisht jam edhe këshilltar diplomatik për çështje evropiane, siç e prezantuat ju në Global Imams Council, që kanë bazën në Montreal. Detyra ime është që të përkujdesem për vizitat e tyre në Evropë kryesisht, mirë po her pas her më bie edhe të marr pjesë në për workshop ose seminare të cilat organizohen në
andej Oksidentin, si me thonë. E përmendet gruan tuaj e cila ka në shtëtësi kanadeze, por ka qenë kjo shenja e parë që ti një ditë do t'jesh atje, apo ka pasur indicje të tjera për gjatë rrugtimit tuaj? Me të thonë drejtën, fillimisht se kur jem takuar me nusën time, një ndër kërkesat e mia kështu ka qenë që okej, ne po lidhemi, po unë nuk jam interesu me shku në Kanada, kështu që sepse kam pas një farë lidhje shumë emocionale me Kosovën, mirë po me kalimin e kohës, kam po mundësi të shumta edhe në Kanada edhe gjithandej globit, edhe normalisht ne jemi qytetarë të globit, sidomos në ditët e sotme, do me thënë nuk duhet të thuhet jo mundësive, andaj fillimi ka qenë mjaft skeptik për mua në këtë drejtim, mirë po me kalimin e kohës e sheh që do me thënë bota ofron mundësi të jashtëzakonshme, andaj edhe me këtë rast unë jam kundërshtari asaj idesë që të rinjtë duhet të rinë në vendin e tyre. Nuk them se duhet të harrojnë nëse të asimilohen, nëse të braktisin vendin e tyre. Mirë po, shikoni, vendi ynë është një vend mjaft i vogël. Edhe si kur t'ishte vend i zhvulluar sa si teme Zvicra ose Luksemburgi, nuk do të mund të ofronte mundësi që mund t'i ofroj një vend i cili ka potencial jashtëzakonisht të madh. Unë, kur kishte çështja e liberalizimit të vizave, kur qytetarët e Kosovës ishin ende të getoizuar, unë vazhdimisht e kam bërë një krahasim, imagjinoni sikur qytetarët zviceran ose të Luksemburgit që kanë standardin ndoshta më të lartë në botë të jetesës, sikur të thuaj, ok, ju do të qëndroni vetëm në vendin tuaj. Me të vërtetë do të ishte një frustrim i jashtëzakonshëm i gjithë shoqëror, i gjithë mbashëm, sikur njerëzit të izolohen, sidomos sot, mos harroni se sot një ndikim të jashtëzakonshëm e ka teknologjia, rrjetet sociale dhe kjo shkakton tundim të njerëzit të cilët nuk mund të lëvizjen. Andaj me liberalizimin e vizave që është bërë në fillim të vitit 2024, mendoj që qytetarët tanë kanë jashtëzakonisht mundësi të mëdha dhe kjo është një aspekt shumë pozitiv në hapjen e horizontit edhe në rritjen e tolerancës. Se ajo që na mungon neve, unë mendoj që si shqiptar, më përgjithësi, kur them shqiptar, po mendoj edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, kemi konsideroj që kemi një farë mungesë të theksuar kështu tolerancës. Domethënë sa ma tolerancë njëri janë në kuptimin, për shembull, botkuptimet e tuaja jo domosdoshmërisht duhet jetë të njëjta me botkuptimet e mia, dhe sa ma tolerancë që jemi njëri me tjetrin, atëherë aq më shumë krijohen ide të reja, inovacione të reja, të cilat edhe e begatojnë shoqërinë edhe e rritin mundësinë e bashkëpunimit. A e pranojmë kur tjetri e ka mirë? Sepse kur e përmendim tolerancën, disim me një mënyrë ose tjetër vazhdojmë me verzionin tonë. Prandaj, a jemi të hapur gjithmonë pro bashkëpunimit? Fatkeqësisht nuk konsideroj se jemi mjaft të hapur edhe fatkeqësisht modelin, që më thonë atë paradigmën vlerore, unë konsideroj se do duhet ta jepnin politikë bërësit, akademia dhe të tjerët, mirë po fatkeqësisht aty ku duhet të jepet shembulli, fatkeqësisht nuk është duke u dhënë, sidomos kohëve të fundit, mirë po konsideroj që nëse nisemi në traditën dhe historinë e shqiptarëve, atëherë ne kemi mjaft të raste kur kemi treguar veprime të jashtëzakonshme madhështore që kanë shpërfaqur humanitetin ton, nëse s'gaboj sot ka qenë edhe përpos dita punëtorit një ndër pajtimi i gjashëve në krye me Anton Qeshtën, ka qenë një ditë e rëndësishme te verat e Lugës, nëse nuk gaboj, në atë pjesën e Dugazhinit, dhe ka qenë një moment i jashtëzakonisht i rëndësishëm i pajtimit dhe i harmonisë mes njerëzve të cilët ishin të gatshëm ta falin njëri tjetrin për një kauzë shumë më madhore, siç ishte, domethënë, konsolidimi i qytetarëve tonë përballje me atë çfarë pritej të vinte pastaj nga Slobodan Miloševiqi dhe Serbia. Do na duhet të ndalim pak më shumë tek linja juaj e jetës, sepse je prej atyre shembujve qysh fillohet nga e para në një vend tjetër. Sa ishte vështirë kjo për juve dhe tregona pak ato momentet kulminante që realisht e formsuan edhe këtë që ju jeni sot. Po shikoni, sepse këto vendet evropiane, Zvicra, Gjermania, diaspora jonë është mjaft e konsoliduar dhe ka qenë edhe një humor që nëse nuk din Zvicër Shqip, atëherë nuk mundesh me u gjindë, kështu duhet domosdoshmërisht.
Mirë po është situatë krejt tjetër që dallon shumë edhe për Evropës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Kanadaja, dhe normalisht një vend si që jemi ne, një kom si që jemi ne, jemi jashtëzakonisht të pavrejshëm, si themi në atë centrifugën e vlerave ku gjithë shka, do më thënë, aty bluhet dhe është jashtëzakonisht e vështirë për të dalë në pa atë çfarë përfaqëson. Dhe unë, kur kam shku atje, normalisht fillimisht është orientimi, për shembull në një qytet multimilionsh, do më thonë, nëse ti fillon edhe varesh vetëm nga navigacioni, nuk do ta mësosh asnjëherë qytetin. Kanjëherë do të më sfidu veten për me mësu qytetin. Edhe tani edhe sjelljet edhe gjithatë, por ideja ishte unë kur kam shku me themelu misionin e Kosovës, por që do më thonë 2-3 herë dhe kemi shpjegu ku është Kosova, se dishën ku është Kosova, dhe kemi thonë, a edhin ku është Italia, po, dhe i dikon, e Greqia, po, e që aty dikon jenë. Se për shemë se din as Shqipërinë, as këto, shumë prej tyre edhe nuk e di. Edhe ideja ishte që me kryu aleanca me shoqata, me komunitetet të fuqishme. Unë kam ndërtu një rrjet jashtëzakonisht të mirë me komunitetin hebrej në Kanada, edhe falë të këti kontakti që kam ndërtu me ta, po jo vetëm me ta dhe me komunitetet e tjera, atëherë kemi arritur me u shpërfaq me, si temi gjatë kohës sa kam qenë në mision, kam marrër 2 letra mirënjohëse, për shembull nga ish-kryeministri Justin Trudeau. Pastaj kemi pasur aktivitetet të cilat janë shpërfaqur në gazetat kryesore kanadeze. Edhe këto kanë qenë, do më thonë, falë një, se kjo diplomacia publike kërkon edhe këtë bashkëpunimin dhe gjetjen e formave, modalitete, mënyrë që me dëpërtu. I vetëm si shqiptar ka qenë jashtëzakonisht i vështirë edhe si misioni i Kosovës ka qenë jashtëzakonisht i vështirë. Megjithatë, konsideroj që ky aspekti njerëzor, aspekti i ndërtimit të miqësisë me njerëz, me institucione, krijimi i besueshmërisë, edhe krijimi një raporti miqësor, gjetja e një forme të komunikimit, gjithmonë do të gjesh dyert hapur, duhet provosh në disa dyert, megjithatë do të gjesh dyert hapur të cilët janë të gatshëm të përkrahen. Quhet sikur edhe vendi mundësive, por realisht është me të vërtetë vendi mundësive apo duhet të trokasësh në secilin derë në mënyrë që ti gjesh këto mundësitë, sepse nuk vin gatshëm fundja. Ne kemi në Kosovë, në përgjithësi edhe në këto vendet tona është një lloj comfort zone, për shembull. Okej, domethënë, nëse ke ambicie, nëse s'ke ambicie, je rahat rrin në shtëpinë e babës ose diçka dhe nuk të nguc askush. Është e vërtet shumë që ajo pjesë e botës është vendi i mundësive, mirë po është edhe vend i cili mund të përfundosh duke qenë pa kul mbi kokë, ose homeless, ç'është po thonë. Për shembull, ata njerëzit pa shtëpi që mund t'i hasësh atje, besoj që nuk mund t'i hasësh nëse i merr në të gjitha qytetet shqiptare, nuk ka shumë sa ka për shembull vetëm në Toronto ose në New York ose në Miami, për shembull. Për shembull, në Miami shkojnë kryesisht sepse është klima jashtëzakonisht më e butë, edhe për ata është më ngrohtë, edhe kam qenë një program të Departamentit të Shtetit më herët dhe më ka rënë me udhëtu për shembull deri te hoteli sa kemi shku, ku i kemi qenë vendosur, unë më të garantoj se kanë qenë dikon 300-400 njerëz pa kul mbi kokë. Domethënë, aty domethënë aq sa ke mundësi edhe mundësit për me kjo centrifuga që përmenda është jashtëzakonisht e vrasht nëse ti nuk di të notosh në ato ujrat të cilat mund të jenë me dallg shumë të mëdha. Normalisht dallg ashtu siç mund të në atë vorbullën e vet fusin, mund edhe të shtyjnë shumë përpara. Kështu që vende i mundësive po me vende dhe i rrisjeve të mëdha. Normalisht, tash nëse marrim një krahasim mes Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konsiderohet që është vend më social, me mundësi më të vogla se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuptimin e ambicieve personale, mirë po me sistem social, sistem të shëndetësor më të mirë. Megjithatë, edhe atje nuk është jeta pa peripeti. Si çdo lule që i ka gjembatë, paka shumë. Po mirë, i përmende 2 mirënjohje, të cilat janë dhe nga Justin Trudeau. Është një figurë jashtëzakonshme, pra me një impakt të jashtëzakonshëm kudo në botë.
Por, si ndjeni ju personalisht kur puna juaj çmohet në nivele kaq të larta ndërkombëtare? Po të them drejtën, unë këto sukseset të mia nuk janë vetëm të mia, po ja dedikoj edhe gjithë bashkëpunëtorëve dhe miqve të mi të cilët më kanë suportuar në iniciativat e mia, nismat e mia, sepse jo gjithçka mund të arrihet vetëm vetë, sidomos në këto, kjo është shumë e rëndësishme, në tash është problem me dëpërtu në rrethet të tilla pa përkrahjen e miqve. Ata miq për shembull të cilët i njoh unë, kam si themi, ma kanë dhënë mundësinë edhe që të punësohem në këtë, të jap konsultat e mia në këtë organizatën që më tashmë dhe në projekte të ardhme që do të vi. Dhe është një nder, një privilegj i jashtëzakonshëm. Unë për shembull shiko, ka shumë persona të cilët duke qenë jashtëzakonisht modest, thjesht nuk mund ta kuptosh as fuqinë e tyre. Unë e mbaj mend se unë para se të pranoj mirënjohjet nga Justin Trudeau, unë kam pasur kontakt të vazhdueshëm me një prej ministreve të tij dhe brefas një prej ditëve, domethënë ishim në Starbucks duke diskutuar një aktivitet që do ta përgatisnim bashkë, dhe ajo vetëm kur e ka kop telefonin edhe e ka thirrë në telefon atë. Edhe i tha, ja shpjegoj situatën, jemi duke bërë këtë aktivitet dhe kërkojmë, edhe i tha pa problem. Edhe thjesht mu nuk më besoj që qysh ka mundësi kaq lehtë të jetë qasja. Mirë po, domethënë kur ndërtohet ky besim, atëherë fitohet edhe qasja më direkt. Normalisht ka qenë privilegj jo vetëm për mua, po besoj që edhe për vendin tonë, sepse kanë qenë të parat që i kanë ardhur, pastaj kanë pasur edhe disa aktivitetet e tjera që janë pasqyruar, është pasqyruar Kosova në mënyrën më të mirë të mundshme, në gazetat më prestigjioze, atje ku kanë folur për raportet tona dhe historinë tonë me hebrej që kemi pasur në të kaluarën, ndërkohë kanë ftuar edhe disa gazetarë të cilët kanë qenë me shtëpi në Kosovë këto dhe në Shqipëri, të cilët kanë vizituar Kosovën dhe Shqipërinë dhe kanë bërë një vizitë vendeve turistike, mirë po dhe atyre historike, dhe ato janë pasqyruar në mediat, mund të them, më prestigjioze të kësaj natyre në Kanada dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po të thonë këtu që je zëri diasporës dhe atje që je zëri Kosovës? E ke marrë këto epitete tashmë? Nuk jam adhuru, si themi, të marrë epitetet të tilla ose të tilla, mirë po përpiqem që brenda mundësive të mia, aty ku e kam hapësirën dhe ku e kam mundësi, ta jap kontributin tim, sepse duke dalë jashtë, domethënë vendin e don shumë a shumë, vendin tënd njerëzit tu, dhe te e shef se çfarë bëjnë të tjerët për ta mirë prezantuar vendin e tyre, dhe normalisht ajo ego prej nga vjen, origjina normalisht rritet edhe ke dëshirë me prezantuar në mënyrën sa më dinjitoze vendin prej nga vjen. E bën shumë të fuqishëm fakti që organizimi ngjarjeve të këtilla, ku realisht ne e vëm akoma më shumë në pa edhe lidhjen e fuqishme, sepse historia shqiptare ka dëshmuar këtë për lidhjen e afërt me komunitetin hebrej, aq më shumë që ju pas shumë viteve themi e keni gjetur atë kanalin e duhur për të përfaqësuar këto vlera shqiptare, e bën akoma më të fuqishëm një prezantim nga Toronto Stars, një gazetë prestigjioze atje, dhe po ashtu edhe mediat të tjera të cilat ju vetë se na tregua që kanë përcjellur këtë ngjarje nga afër, një organizim madhështor ku ju jeni padyshim pjesë. Për shembull, Toronto Star ose National Post, që është gazeta më e shitur në Kanada, tash sfundi kam pas një intervistë te ta, është domethënë ajo është me miliona ekzemplar dhe aty domethënë nuk mund të paraqitesh me pagesë. Domethënë ajo çfarë është bërë me lidhje me këtë rrjetin, nuk mund të bëhet me pagesë, me para. Sepse ka edhe magazina të ndryshme në të cilat paguan para thjesht për të mirë, po audienca e din se ajo çka është quality paper që quhet, edhe aty është e pamundër sepse ata kanë aq buxhet të madh saqë domethënë thjesht nuk mund të dëpërtosh aty vetëm pse sigurisht sepse ka iniciativa për shqiptarëve këtu që thonë, ok, na po dojna me bën Hollywood një film edhe po dojmë e pare. Jo, nuk mundesh ashtu. Është jashtëzakonisht e vështirë, është me dëpërtu vetëm pse ti mendon se mundesh me i deponu disa miliona euro dhe mendon se absolutisht është jashtëzakonisht e vështirë. Kjo thjesht bëhet duke u ndërtuar këtë rrjetin e besimit dhe komunikimit, edhe kjo e bën me dëpërtu te
aty ku e ki si objektiv. Grupi 403 ka një këngë që dhëtë bota nuk sillet vetveti, botën e sillin parat. Nuk qenë ka kështu? Po shiko, është pak ma komplekse se nuk mundemi me parcializu, si me thonë kështu, se normalisht se atje është botë kapitaliste, normalisht, mirë po nuk është se ti mundesh për shembull në National Post ose në Washington Post ose New York Times me thonë ti vetëm okay, i kam lekë edhe po du me bëni diçka të tillë. Është normalisht janë disa kritere, sepse shikoni, sado që kushtimisht jemi të pasur ne si shtet, si shoqëri, bota është aq e pasur multimiliard, që themi domethënë buxheti vetëm një qyteti mund të jetë shumë fish më i madh se i gjithë trojeve shqiptare bashkë, si them. Kështu që është këgja komplekse me dëpërtu vesh me pare. Si kemi marrëdhëniet në ditët e sotme me komunitetin hebrej? Ani pse rrethana gjeopolitike disi kanë ndryshuar në një mënyrë ose tjetër, kemi fragmentime të ndryshme, por si qëndrojmë ne? Bota është komplekse dhe nuk duhet para të bardhë dhe zi. Domethënë, ne duhet i kthehemi historisë. Ne kemi një histori si shqiptar, ne kemi ndihmuar ata në ditët e tyre më të erta, më të vobekta, si të themi. Domethënë, sepse janë trojet shqiptare aty ku ka pasur më shumë hebrej pas luftës se sa para luftës. Nuk duhet të harrojmë rolin krucial, fundamental, që zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dhënë për Kosovën dhe kanë pasur background etnik hebrej për Kosovën, për shpalljen pavarësisë së Kosovës, si dhe nuk duhet të harruar këtë, si të themi, po ashtu gjatë kohës së luftës në Kosovë, ne kemi pasur refugjat të cilët kanë shkuar në Izrael, i ka marrë Izraeli. Nuk duhet të harrojmë edhe një gjë që është shumë e rëndësishme në kohën kur Tribunali i Hagës e shpalli në kërkem Slobodan Miloševićin, ai kishte ftesë të shkonte në Palestinë dhe në vitin 2000 nëse zgabohem dhe shteti Izraelit i tha nëse vjen ti këtu do të jesh i arrestuar për krimet që i ke bërë në Kosovë. Kështu që unë konsideroj që bota është shumë komplekse, unë e di se çka po ballafaqohem gjithka nëpër botë, mirë po ne duhet të nisemi nga interesat tona. Dhe interesi jonë është që ta mbajmë këtë raport duke parë interesat tona që janë vitale edhe me Shtetet e Bashkuara edhe me Izraelin, i cili është një ndër vendet e fundit që ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe është vend shumë i rëndësishëm i asaj zone të globit. Donat, keni pasur fatin, por edhe mundësinë, sigurisht fal punës edhe angazhimit tuaj të pakusht, që të intervistoni figura me shumë nam, po flas në mbar botën. I tillë ka qenë edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, kur realisht ai gjatë një vizite në Kosovë pati thënë që Kosova është një vend ose histori suksese e NATO-s. Se keni përjetuar ju si intervistë nga afër? Po, kjo ka qenë periudhën kur kam qenë shef informacionit në televizionin publik, atëherë mund të them që atëherë kanë qenë 3 televizione nacionale, si me thonë, ka qenë RTK-ja, KTV-ja dhe një stenishi, edhe dorën zemër, audienca ka qenë dikon një, se tash s'po duam të po konkurrencë, është shumë i shikuar emisioni juaj, po atëherë ka qenë dikon një 70%, 80% ka qenë veç RTK-ja. Edhe normalisht që natyrshëm të gjithë personalitetet orientoheshin drejt mediumit publik, edhe kemi pasur një raport normalisht më dha mundësia jo vetëm me zotin Rasmussen, po edhe me shumë personalitetet tjera të cilat kam pasur rastin edhe fatin të intervistoj, duke treguar koreksin maksimale edhe normalisht duke u interesuar që të marrë të nxjerr prej tyre ajo çka më interesonte mua si intervistus duke aluduar edhe në kërkesat dhe interesat e publikut. Do të ndalim pak edhe këto intervistat e tjera ku kanë qenë figura nga më të ndryshmet, ambasadorë të vendeve perëndimore, vende të fuqishme, ke diçka në mendje që don me veçu nga një intervistë që realisht ka dhënë një kujtim të bukur, themi, po ndalim tek aspekti pozitiv. Me thonë drejtët pak me thy këtë formatin, serios nështë është një detaj tjetër, mundë me përmend edhe intervistat shumëta, për shembull, mirë po një ndër rastet kër kam pas live emision si kurse ju, dhe kisha disa të ftuar në emision, edhe në mesin e tyre kisha edhe një prej personave që e njihja shumë mirë. Mirë po,
Kur erdhë koha me fillu live, i prezentova të gjithë tjerë, si me thonë, kemi Gresën, e kemi atë, e kemi këtë, edhe e kemi, ja bësha, ajo më shikon të kështu, edhe thash, ajo më bëjke qka, që s'pedi namre, dikur, tha, Valoni, thash, Valonin e kena. E prej asaj here, të mënë, sarim një live, gjithmonë i kom shënu emrat e musafirve, se ka njerë nga të rohet njeri, po për ndryshe kam pasër personalitetet të shumëta, se do më dhënë, na kemi pas edhe aktivitete, do më dhënë që ne kemi qenë dëshmitar të ngjarjeve të shumëta madhore që kanë ndodhur edhe shpalla e pavarësisë së Kosovës, dhe kanë qenë rast të cilat nuk përsëriten më. Mirë po, veçoj këto, jo vetëm me ambasadorët, po tash kur e përmenda, tash edhe mu më hupi emri i këtij priftit Arbresh, i cili ndroi jetën së fundi, kam pasur rastin ta kem në studio, ka qenë një hulumtues i jashtëzakonshëm i etimologjisë së fjalëve shqipe dhe sidomos ka bërë gjërmimet e arvanitasit në Greqi. Dhe ka qenë një prej intervistave, besoj që më të këndshme dhe më të mira që kam pasur. Do të ndalemi vetëm për pak minuta marketing dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të momentit. Është pak më relaksuese sepse do të flasim edhe për këtë pjesën rrjeteve sociale që ti përmende pak më herët edhe impaktin që ato po lënë në ditët e sotme. Rikthehemi vetëm pas pak.